më e rëndësishmja, 7% e pagës bruto do të ndahet nga punëdhënësit dhe punëmarrësit. 3.5% e ndomë. Vizioni i qeverisë Kurti është një populatë e shëndetshme. Intervenimet janë substanciale. Historia do të jetë aq bindëse sa nuk do të jepet më mundësi opozitës që përmes bojkotit të pengojë krijimin e institucioneve të shtetit. Në radhë të parë përmenda barnat jashtëspitalore që janë shumë të rëndësishme, edhe shpenzimet nga xhepi i qytetarëve që ndodhin shkaku i tyre, janë ato që do të rregullohen me këta dy mekanizma. Nxjerrja e një udhëzimi administrativ që parasheh kontraktimin e barnave jashtëspitalore dhe rregullores për përcaktimin e kritereve dhe normave që e rregullojnë skemën e barnave jashtëspitalore. Pra që ka procedurë? Jo një zotim brenda këtij viti, po unë konsideroj që brenda vitit. Përderisa e fundit dhe më e rëndësishmja, 7% e pagës bruto do të ndahet nga punëdhënësit dhe punëmarrësit. 3.5% e ndomë. Analogjie kemi trusin pensional, ku i kemi ndaras 5% punëdhënësi punëmarrësin, total 10% e pagës. Vizioni i qeverisë Kurti është një populatë e shëndetshme, ndërsa misioni është duke ofruar shërbime shëndetësore, cilësore dhe të sigurta për të gjithë qytetarët. Sa i përket intervenimeve që janë edhe zotime, është check-up shëndetësor për çdo qytetar. Mjeku familjar dhe regjistri i secili qytetar të Kosovës në formën elektronike. Ka pas mundësi të bënë deri tash këto premtime? Shumica e politikave ose janë në zbatim e sipër, ose janë nisur, ose janë dokumente strategjike të kostuara dhe të buxhetuara. Mandej kemi shëndeti preventiv dhe aktivizimi fizik i qytetarëve, që është promovim dhe edukim shëndetësor, siguria ushqimore dhe shëndeti publik, janë sigurimet shëndetësore që i ceka më parë dhe formatin se si do të zbatohet, mbulimi i kostos barnave jashtëspitalore dhe këtë përmenda deri në 100 milion euro do të jetë buxheti për barna, shërbimet mjekësore specialistike edhe në spitalet e përgjithshme ose shërbimet klinike brenda spitaleve të përgjithshme, spitalet dhe klinikat të reja dhe të renovuara. Intervenimet janë substanciale. Nëse e shiqojmë se ku qytetari investon paron në sektorin e shëndetësisë për gjatë vitit, janë më shumë të barnat se sa të ofrimi i shërbimeve shëndetësore, e që të barnat qeveria Kurti, prej kur e ka marrë buxhetin me 24 milion euro për barna, ka rritë në 35 milion euro dhe mandej sot është mbi 65 milion euro, ndërsa synimi për qeverisin Kurti 4 është në rreth 100 milion euro. Thënë shkurt, prej kur ka ardhur qeveria Kurti në 8 shkurt vitit 2020, rreth 20% të nevojave për popullatën që shpenzon për barna kanë qenë të mbuluara nga buxheti i shtetit, ndërsa tash synohet që në qeverin... Ka mungesa, kemi pa edhe qytetarët që... Absolut, jo vetëm të ne, në secilin shtet janë mungesa për arsye se kërkesat janë të mëdha. Unë mund t'ju them se në klinikën e onkologjisë, për asa jam në dielni dhe jam vetë onkolog, përmbi 90% ka qenë në vazhdimsi furnizimi me barna të shtrejta. Kështu që disa barna që jipen komplementare, ekziston mundësia që të ketë ndërprerje në furnizim, po mirë po kryesisht furnizimi me barna, sidomos me barna të shtrejta, ka qenë gjithmonë mbi 90%. Sukses për lëvizjen vetëvendosje në këto zgjedhje do të konsiderohet atëherë kur fitoria do të jetë aq bindëse sa nuk do të jepet më mundësi opozitës që përmes bojkotit të pengojë krijimin e institucioneve të shtetit. Ju keni parë që në të kaluarën në legjislaturën e 10 edhe përkundër përkushtimit dhe ofertave gjeneroze të liderit të lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministit të Republikës zotit Albin Kurti, opozita ka pas një pozicion tepër rigjid dhe nuk ka dashur asnjë kompromis. Thjesht ka qenë për ta shtyer edhe një herë vendin në zgjedhje si mision i opozitës. Ndërsa nga ana jonë ne konsiderojmë se votat të jenë as të mjaftueshme sa të zgjedhin presidentin me pakicën jo serbe. Ndjes po gjithherë ndjehem ngushtë edhe keq kur përmendet qoftë familja Jashari apo ndonjë familje e dëshmorit vlerat tona subrilime të luftës në çështje të intervistave me konotacion politik. Ndjes po ju I keni pa edhe deklarimin e zotit Jashari, për mua është familja hyjnore ajo dhe nuk dua në konotacion politik të bisedoj për këtë çështje.